Çdo njëri prej neve çtu ka shajt dikan, ka bo gibet dikan. A ka dëni evliya këtu në xhami që se ka shajt dikan t'ja jap një hedije më njerë? A ka dëni evliya pasha Allahun e dijen e ka gati? Dëni musliman i mirë që tu mrejna në xhami që kërkan se ka bo gibet, hiç për kërkan s'ka fol keq, kur njëtën e vetë. Këtë kina shajt dikan, këtë kina bo gibet dikan. Ama kur i ban gibet dikujt edhe kur e shon dikan, tutësh se nesër të Allahit ti ki haru kanë e ki shajt. Ki haru, ta ka prej dikush udhën ti e ki shajt. Ki haru se njerin. Ama nesër në ditë gjykimit ki me dal me dhon hak para Allahit. Pejgamberi alayhi salatu wasalam thot: kush e thot çka dua, kam ju lecu për me te Allahu azza wa jall mila e sapo. Duaja thot kështu: Allahumma innama ana basharun aqdabu kama yaqdabu al-bashar. فأيما مسلم لعنته أو سببته وليس لذلك بشيء فاجعل له ذلك صلاة وزكاة وقربة تقربه إليك يوم القيامة. Pejgamberi alayhi salatu wasalam thot: duaja kështu është në shqip, ja u jap me kuptim që ta mbani mend, edhe ta thoni në shtëpiat e juve. O Allah, edhe unë jam njeri, edhe unë e gaboj, çysh gabojnë këtë njerëzit. O Allah, nëse dikujt i kam hin hak, kam thonë për dikan diçka, kam shajt për dikan, kam shpif, edhe ai nuk ka është meritor për çka që ja kam thonë une. O Allah, çka dua që e baj çdo natë une, banja çati njerit që unë se njon ndoshta si namaz, si zeqat edhe si afrim të ti në ditën e gjykimit. Kush e thot çka dua me shpresë te Allahu azza wa jall, kam i pat punë ma lehtë Allahu azza wa jall.